Më erdhi një dy shok mu, ishin në skrapari, erdhën Kastile për të takuar. Edhe që kemi si jeni, nga boni, keni unë fare. Edhe shumë, po me qa merrni? Ishta nga Greko, tha qatë bëjmë, tha. Vjellin portokale, qa e do thoni, tha. Edhe sa merë ande, se shqiptari e ka që këtë. Qa majnë, tha, 30-35 euro me rokama, nuk e si ma thoshe shumë. Me gjuhën greke, qa sot e tha. 35 euro dita, pra i bje diku dhe me pushime me kështu 900 euro i shkon dhe mu. Jo, do hande do pinte e qera. Plus kësaj, po thoshe që edhe vdishëm, u lodhëm na mesi më. Se Greku të mbanë dhe diku në ora 8, ose edhe 7 mëngjesit, dhe në ora 1-2, pas e drekën e kishim pa pushime ata 1-2 orë, gjas me flinin gjumë. Po ku të flirësh me ato dhe lodhëm. E pas e të shkoshe prapë në ora 4-5, prapë të vjeli e portokale, më sinqerisht, dhe në ora 8-9 darkë. Ja, merte shpirtin Greku, më. Ishin bërë qunat, thoshe pse jeni bërë shumë, dhe pra i kishin dalë këto kocka do dhe. Por e bravo i qoftë që janë punëtorë, po duhet të regojnë pak më të zgjuar, të marrin një profesion, e kupton? Marrin një profesion, bëjnë berbera, të regjistrojnë në Berber Alba Akademi, edhe të kenë një profesion, e pastaj të ikin te Greku, te Italiani, te Gjermani, te Anglezi, ku të donë. Edhe meni dhe të ardhat mirë, se profesioni berberit nuk ju let shumë asnjëherë mbal. I e berber, dhe unë do shqedhem se zbërën, po fiksova të ty të dy do vje, s'ka shanse, jo 10-20, po edhe 100 euro ta ke shqedhen do vje. Vetëm profesioni ha buk mirë fare në Shqipëri. Plus, është edhe një punë komode që nuk e se ka ne lodhja si portokalja, dhe që them tjetër, unë edhe ekonomia është e mirë, gjitha e familje është dhe gjë. Hajde regjistro në Berber Alba Akademi.